Problemi i cili është parashitur me nënshkurt e kemi të kaluar në procesin e fundit zgjedhor pa zgjedhje lokale 12 tetorit, por edhe në raundin e dytë që u mbajt me 9 nëntor, është punuar jashtëzakonisht shumë, do të thotë që të mos kemi ndonjë problem në transmetimin e rezultateve preliminare, sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në vend votime, pasi të përfundoj procesi i numërimit të fletë votime, pra në natën e ditës së diel, do të kemi rezultatet për subjektet politike, pra rezultatet preliminare, sepse ligji lejon që në vend votim pra të bëhet numërimi i pjesës së fletë votimit ku qytetarët kanë përzgjedhur subjektet politike, ndërkaq nga dita e hënë në qendra komunale të numërimit do të vazhdohet me numërimin e pjesës tjetër të fletë votimit, pra të votave të kandidatëve, dhe vend votim pas vend votimi do të kemi rezultatet e përditësuara për kandidatët. Besojmë që të dielën në mbrëmje, brenda disa orëve të kemi rezultatet preliminare për subjektet politike. Janë vetëm 24 subjekte politike në garë, më pak se me nënshkurt. Kjo e lehtëson në një farë mase përditësimin e të dhënave, por edhe dërgimin e tyre nga zyrtarët e cilët janë të vendosur në qendrat e votimit të gjithandej i Kosovës. Besojmë që dhe po punohet që brenda disa orëve të kemi rezultatet preliminare. Brenda disa orëve, sepse në balotazh dolen shumë shpejt pra rezultatet. A mund të jenë ka shpejt sa në balotazh? Është pothuajse shpresojmë që të jetë koha pak a shumë e njëjtë. Duhet ta kemi parasysh që në zgjedhjet lokale fillimisht janë shfaqur rezultatet preliminare të zgjedhjeve për kryetarët komuna, pra numërimi në vend votim është bërë i rezultateve të kandidatëve që kanë qenë në garë për kryetarët të komunave, dhe pastaj është hapur kutija tjetër ku janë numëruar votat e subjekteve politike. Pra kemi pasur dy lloje të rezultateve që janë shfaqur brenda disa orëve dhe sipas punës që është bërë nga stafi ynë, natyrisht që do të kemi shpejt të rezultate, por se sa do të jetë me orë, do shta është mirë që të presim sigurisht. Çka do të bëhet pra me datën 31 dhjetor, se kjo është pak kuriozitet ka njerëzit pra. Po ka shumë pyetje nëse do të ketë numërim të se është nata vitit të ri. Do të thotë në bazë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, aktivitetet që parashihen të zhvillohen pas ditës së zgjedhjeve janë ato në qendra komunale të numërimit. Pra do të kemi numërim të votave të kandidatëve për deputet, të pjesës së fletë votimit, pra kur qytetarët përzgjedhin kandidatët për deputet. Sipas planifikimeve, por që sigurisht do të jenë më të qarta sa po të jemi më afër kësaj ditës së zgjedhjeve, natyrisht se në natën e ndrimit të motmotën nuk do të ketë numërime, por se si do të organizohet puna gjatë ditëve të këtyre festave, do të kemi sigurisht një vendimarrje nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse është e kuptueshme që njerëzit duan që të përkushtohen më shumë festave në familjen e tyre dhe natyrisht se kjo do të respektohet edhe nga ana jonë. Pra që është e rëndësishme që në çdo qendër komunale të numërimit, edhe në rastet kur do të mund të ketë ndonjë pauzë sa i përket numërimit të fletvotimeve, të gjitha këto materiale zgjedhore janë në përkujdesin e policisë së Kosovës, ashtu siç ka ndodhur deri më tani në çdo proces zgjedhor. Shkurtimisht, brenda çfarë periudhe kohore do të certifikohen rezultatet? Pra se herën e kaluar u vonuan në goxha shumë. U vonuan për shkak edhe të atij problemi do të thotë që u përmendet që ka të bëjë me transmetimin e rezultateve. Krejt kjo varet edhe nga ankesat e subjekteve politike dhe të kandidatëve, se sa do të paraqesin ankesa lidhur me procesin fillimisht në ditën e zgjedhjeve dhe pastaj edhe ankesa që kanë të bëjnë me aktivitetet në qendra komunale të numërimit, në qendër të numërimit dhe të rezultateve. Është e vështirë që të përmendet ndonjë datë e caktuar se kur KQZ do të bëjë certifikimin e rezultatit, sepse kjo varet nga procedurat që parashihen në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe aktet ligjore që duhet të ndiqen nga KQZ.